Sot unë bleva një shalqi, thon nga zona ime, nuk e di si i thon të këty, karpuz, bostan, kungull i kuq, nuk e di si i thon në zonën tënde, shkruaje sepse jam shumë kurioz dhe ta di. Dhe ne nuk e dim çfarë është brenda në këtë shalqin. Mund t'jetë i kuq, mund t'jetë i bër, mund t'jetë dhe i pa bër fare, dhe mërzitemi kur e hapim. Kurse me jetën tonë nuk është kështu. Kur Zoti na ka thirrur dhe na ka bërë bijtë e tij, ne e dim që Zoti ka plane vetëm të mirës, vetëm që t'jemi të bekuar, vetëm që t'jemi gjithmonë lart dhe kur poshtë. Jeta jonë nuk është si një bostan i mbyllur që nuk e di çfarë do të jetë brenda. Jeta jonë është e hapur që në kryqin Jezusi u kryqëzua dhe e kthevi jetën tonë nga i mallkuar në i bekuar. E unë dua të them sot, prit gjëra të mira, deklaro gjëra të mira, shpall më të mirën për ty, sepse Zoti ka plane vetëm të mirës dhe jo të së keqes.